Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum wa iqtada bihadyihim ila yawmiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin dhe harmonizuesin e kësaj gjësie. Atë i cili na furnizon, atë i cili na krijoi në formën më të bukur, atë i cili i mbështetemi gjithmonë kur kemi nevojë në jetën e kësaj bote. Ai i cili dyert e tij për neve janë gjithmonë të hapura, edhe në atë ditë kur të gjithë do të mbyllin dyert për ty, edhe në atë ditë kur do të shuhet shpresa për ty, ai Allahu Azza wa Jall është i cili të mbron, kujdeset dhe të ruan ty nga sprovat e kësaj bote. Andaj meriton falënderim, meriton nënshtrim dhe meriton lavdrim në jetën e kësaj bote. Përshëndetje tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, ai i cili erdhi si udhërrëfyes, Kuran i gjallë në tokë, për të orientuar njerëzit drejt rrugës së vërtetë dhe të drejtë, dhe për të këndellur nga gjumi i thellë i lajthitjes. Andaj, salatet dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe të gjithë neve dhe juve, dhe ata të cilët kanë qenë para nesh, dhe ata të cilët do të vinë pas nesh, që pranuan ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në takimet tona të përjavshme me diskutimin dhe elaborimin e një teme të rëndësishme, një serie të cilën kemi pasur nevojë që ta trajtojmë në mesin tonë. Jo e vështirë për të kuptuar, por edhe jo e parëndësishme për të trajtuar. Një hadith që kemi titulluar si hadithi Gjibrilit, dhe në esencë jemi duke e komentuar në hijen dhe moton më trego për Islamin, ku përmes këtij hadithi dhe ngjarje që ndodhi me melekut Gjibril me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tregohen bazamentet kryesore të Islamit. Tregohet baza kryesore që është imani. Tregohet kuptimi drejt i ihsanit dhe pastaj edhe disa prej shenjave të kiametit të cilat do të ndodhin para shkatërimit të kësaj bote. Dhe neve kemi arritur së bashku që të diskutojmë deri në fund të kësaj serie, e cila do t'jetë në këtë takim përmbyllës e gjithë atij rrugtimit të cilën e kemi bërë së bashku me juve për ta kuptuar qartë hadithin e Gjibrilit. Dhe sonte do ta përfundojmë pra me elaborimin e shenjave të fundit të kiametit, ku edhe pastaj përmbyllet tregimi me Gjibrilin që e kishte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj kemi arritur tek shenjat e fundit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin bazë që tregon për shenjat e mëdha të kiametit, thotë se nuk do të ndodhë kiameti pa ardhur 10 shenja. Dhe ka përmendur Dejjallin, zbritjen e Isës alayhis salam, pastaj e ka përmendur daljen e Yajujve dhe Ma'jujve, 3 shafitjet e tokës, daljen e tymit, daljen e kafshës, të cilat i kemi elaboruar të gjitha një nga një për të ardhur tek shenja
e parafundit e kiametit që është dalja ose lindja e diellit nga perëndimi. Lindja e diellit nga perëndimi. Dhe shenja e fundit, një zjarr i cili del nga Jemeni dhe i tubon njerëzit në vend tubimin e tyre. Dhe me këtë përfundojnë edhe shenjat e mëdha të kiametit dhe pastaj Allah Azza wa Jall urdhëron që të fryhet surit dhe shkatruhet çdo gjë që është në jetën e kësaj bote. Sa i përket shenjës paraprake që përmendëm, dalja ose lindja e diellit nga perëndimi, do t'jetë prej shenjave të fundit dhe të jashtëzakonshme, të papara me herët si lloj fenomeni, sepse njerëzit janë mësuar qysh prej njeriu të parë e deri në kohët e sotme, e deri te kjo shenjë do të mësohen se dielli lind në lindje dhe perëndon në perëndim. Dhe kjo është e zakonshmja, kjo është ligji që Allahu Azza wa Jall e ka cekur derisa të vijë kjo shenjë që është lindja e diellit nga perëndimi. Andaj Allahu Subhanahu wa Taala në surën An'am në ajetin e 158 thot esta'idhu bila bismillah yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah Azza wa Jall dhe në atë ditë kur do të shfaqen disa prej shenjave të Allahut Subhanahu wa Taala, Zotit ton. Dhe pastaj më nuk do t'i bën dobi askujt besimi I tij nëse nuk ka besuar më herët, ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij. Komentatorët e Kuranit familjar thonë se këto ajete ose këto shenja që do të vinë në atë ditë, e të cilat janë të cekura në surën An'am në ajetin 158, janë për qëllim lindja e diellit nga perëndimi. Ashtu si sot edhe Imam Taberiu, ky ajet lidhet me lindjen e diellit nga perëndimi. Dhe është I lidhur me shenjat e mëdha të kiametit. Ai sqaron se pas shenjave të dukshme, besimi I njerëzve nuk do të pranohet pas daljes së diellit ose lindjes së diellit nga perëndimit, nëse ata nuk kanë besuar më herët. Gjithashtu Ibn Kathir përmend se ky ajet tregon momentin e lindjes së diellit nga perëndimi. Dhe se çdo person që e zë kjo pjesë më nuk do t'i bëjnë dobi edhe nëse bën veprat të mira dhe Allahu Azza wa Jall e mbyll derën e pendimit. Andaj ky ajet kuranor tregon se njëra prej shenjave që do të vijë përmes komenteve të komentatorëve të Kuranit, nënkupton se është lindja e diellit nga perëndimi. Gjithashtu kemi argumente të qarta nga suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo shenjë do të ndodh para se të shkatruhet kjo botë. Dhe argumenti I parë është argumenti që e cekëm në fillim të takimit ton, ku tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk do të ndodh kiameti pa ndodhur 10 ose pa ardhur 10 shenja. Dhe prej tyre të parafundit e përmendi lindjen e diellit nga perëndimi. Gjithashtu transmetohet nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Asri'u ila al-khayrati qabla an yakuna shatta tulu'u ash-shamsi min maghribiha. Tha shpejtoni në punë të mira para se të ndodhin disa prej ndodhive, prej tyre është tulu'u ash-shamsi min maghribiha, lindja e diellit pra nga perëndimi. Ibn Hajeri thot, ky hadith tregon se momenti kur lind dielli nga perëndimi do të jetë kufiri përfundimtar I pranimit të pendimit nga ana Allahut Subhanahu wa Taala. Andaj çdo njeri I cili nuk është shpenduar për veprat e tij para këtij çasti, më Allahu Azza wa Jall nuk do t'ja pranoj atij. Gjithashtu edhe komentatorët e tjerë thonë se hadithi tregon rëndësinë
e veprimeve që duhet t'i bëjmë në vazhdueshmëri dhe në devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që të mos na zë ky çast e pastaj Allahu të mos na pranoj pendimin ton. Gjithashtu transmetohet tek hadithi e Abu Dharrit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a e dini dielli ku lëviz? Pra, a e dini se ku shkon dielli? Atëherë tha, dielli lëviz në një vend ose në vendin e pushimit nën Arsh, i bie sejdë Allahut subhanahu wa taala dhe e madhron atë, dhe pastaj Allah azza wa jalla urdhëron dhe i thot: qohu dhe kthehu prej nga erdhe. Qohu dhe kthehu prej nga erdhe. Pra pasi që të perëndoj dielli, Allahu azza wa jall do ta urdhëroj dhe do t'i thot: qohu dhe kthehu prej nga erdhe, pra nga perëndimi ku pastaj do del dhe do të lind dielli. Komentatorët e Kuranit kanë thënë, dietarët kanë thënë, kjo shpjegon lëvizjen e diellit dhe rolin e tij që ka në nënshtrueshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe dielli dhe krijesat e tjera i nënshtrohen urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo herë Allahu azza wa jalla thot lind në lindje derisa të vijë ky çast dhe kjo ditë kur do t'i thot atëherë kthehu nga erdhe, pra nga perëndimi dhe lind atje. Gjithashtu transmetohet nga Hudhaifa ibn al-Yaman se ka pyet profetin sallallahu alaihi wasallam si do të ndodh lindja nga perëndimi. Pejgamberi sa mi tha: nata do të duket sa dynet, njerëzit do të zgjojnë dhe flajnë disa herë derisa ta shohin diellin i cili ka lindur nga perëndimi. Të gjithë pastaj do të besojnë, por besimi i tyre do të jetë i kotë dhe i pa pranuar. Gjithashtu kemi edhe hadithet e tjera që sqarojnë, të nderuar vëllezër besimtar dhe motra besimtare, pra pritjen e kësaj shenje të madhe në mënyrë të jashtëzakonshme nga njerëzit në përgjithësi. Për këtë arsye, pra do të ketë një ndryshim psikologjik dhe shpirtëror në mendjet dhe zemrat e njerëzve pasi që ta shohin lindjen e diellit nga perëndimi si një shenjë të cilën nuk e kanë parë më herët dhe do të jetë për ta diçka e tmerrshme, diçka e jashtëzakonshme, pra për tu përjetuar. Andaj sipas disa ethereve njerëzit do të bërtasin dhe do të kërkojnë mbrojtje në xhami nga ana e Allahut subhanahu wa taala, do të binë istikfar dhe do të mundohen që të bëjnë vepra të mira dhe ta shfaqin pendimin e tyre para Allahut subhanahu wa taala. Andaj, pra njerëzit do ta përjetojnë këtë ngjarje me një frikë dhe me një tmerr, sepse do ta dinë se pendimi më tashmë është mbyllur dera e saj, dera e tij. Për këtë arsye, pra do të mundohen që të bien sejdë Allahut azza wa jall, ta përkujtojnë atë me madhështi në mënyrë që Allah azza wa jall t'ju fal gjunahet atyre. Andaj mesazhi kryesor i kësaj shenje është rëndësia që na jep për të penduar para Allahut subhanahu wa taala para se të ndodh kjo shenjë. Dhe se Allah azza wa jall në shumë ajete kuranore na thret që njerëzit të pendohen tek ai para se të vijë dita kur s'ka mundësi për të penduar. Andaj Allahu subhanahu wa taala na tregon se janë dy momente kur njeriu më nuk ka mundësi të pendohet. Ose vdekja e tij që përmbyllet është kufiri përfundimtar dhe s'ka mundësi me të pendohet, ose nëse është gjallë e vije kjo shenjë dhe e zë, mbyllet dera e pendimit. Allahu azza wa jalla thot në Kur'anin famëmadh: ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, pendohuni shpejt tek Allahu azza wa jalla me një pendim të sinqert ndaj tij. Dhe komentatorët kanë thënë se pendimi sinqert është ashtu siç ishte larg Allahut azza wa jall i tëri me gjunahe dhe me vepra të këqija, të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala i tëri me sevape dhe me vepra të mira. Tubu ila Allah, pendohuni tek Allahu, kthehuni tek Allahu subhanahu wa taala, para se të vijë kjo ditë kur më nuk ka mundësi
nuk ka mundësi për të kthyer tek ai, nuk ka mundësi për të hapur dera e tij, nuk ka mundësi për të pranuar mëshira e tij Allahut Azza wa Jall. Pendoheni sa më shpejt për gjunat dhe mëkatet e cilat i keni bërë. Andaj, siç edhe na ka mësuar dietarët, kushtet kryesore të pendimit pra janë që njeriu të stopojë në moment nga gjunahi që e ka bërë, dhe të ketë një vullnet të qelikt dhe të ndikë çardhe për gjunahin që e ka bërë, dhe Ibnul Qayyim thotë se ky është kushti më i madh i pendimit, dhe e treta, t'i jap besën Allahut Azza wa Jall që më nuk do të kthehet në ato gjunahe që i ka bërë. Dhe është një kusht tjetër që ndëlidhet me njerëzit e që është, pra ta bëjnë halal njerëzit në qoftë se u ke hyrë në hak atyre, e pastaj pra në qoftë se nuk ta bëjnë halal dhe vije kjo shenjë dhe të zënë gjallë, atëherë dije që ti do të përballësh me zullumin dhe me padrejtësinë që ja ke bërë dikujt, e ai do ta marrë këtë hak në ditën më të rëndësishme për ty, në ditën e gjykimit. Andaj pendimi dhe kërkimi i halalit ndaj njerëzve të cilët u kemi hyrë në hak është i rëndësishëm para se të na vijë vdekja ose para se të na zë kjo shenjë e madhe kiametit që pastaj Allahu Azza wa Jall nuk e pranon pendimin prej neve. Andaj është një prej shenjave të cilat duhet të na zgjojnë nga gjumi, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Të afrohemi Allahut subhanahu wa taala dhe të jemi njerëz më të mirë. Kjo shenjë na motivon, na jep motiv shtesë neve, pra ta shtojmë dozën e ibadeteve, ta shtojmë dozën e leximit të Kuranit, ta shtojmë dozën e namazeve nafile, ta shtojmë dozën e dhikrit dhe përmendjes të Allahut subhanahu wa taala, para se të vinë një ditë kur nuk kemi më mundësi, pra nuk kemi mundësi që të bëjmë vepra të mira. Andaj, kjo shenjë neve na orienton që në qoftë se jemi në një rrugë ku është rrugë e keqe, rrugë e gjërave negative, na mundson që të kthjellemi, të zgjohemi nga gjumi dhe të ecim drejt rrugës së drejtë, rrugës të cilën e don Allahu subhanahu wa taala, rrugës e cila është vetmja rrugë që na shpihen xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmes këtyre shenjave dhe nëpërmes shenjave të tjera, neve na tregon se ka është shpëtimi. Andaj thot Allahu Azza wa Jall me gjuhën e pejgamberit alayhis salam, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dhe kjo është rruga ime e drejtë, andaj pasojeni atë. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dhe mos pasoni rrugicat e tjera të cilat ju shpihen në devijim dhe në humbje. Po në jetën e kësaj bote, por gjithsesi ju shpihen në humbje edhe në jetën e botës tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar me shokët e tij bëri një shenjë të drejtë dhe pastaj i bëri disa shenja anash dhe tha, kjo është rruga e drejtë, Islami. Kush e pason atë do të arrijë cakun e shpëtimit. E kush shkon nëpër rrugica të ndryshme, tha, këto rrugica janë rrugicat e shejtanit, të cilat të shpihen në humbje edhe në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e botës tjetër. Andaj të pendohemi, të kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala, para se ta shohim me sy tanë lindjen e diellit nga perëndimi, ose të na vijë vdekja, e të mos kemi me mundësi të zgjohemi, e të punojmë vepra të mira, e ta përkujtojmë Allahun Azza wa Jall, e të shkojmë në xhami, e të falim namazet me xhamat, e të prezantojmë në mezhliset e diturisë dhe të hajrit me hoxhallarë dhe dietarët tanë. Atëherë do të jetë shumë vonë. Atëherë do të jetë tepër vonë. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall përshkruan që ai i cili ka vdekur thot vetëm sikur të kisha mujt edhe një herë me dalë në dynja, edhe me bani vepër të mirë për Allahun subhanahu wa taala, sepse e sheh realitetin dhe do ballafaqohet me realitetin në natën e tmerrshme të varrit. Andaj, kjo është shenja parafundit e cila do të ndodh pra në një prej ditëve ku Allahu Azza wa Jall pastaj pas këtyre shenjave do ta shkatroj këtë gjithësi dhe çdo gjë që ekziston në tokë dhe në qiell. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për të vazhduar me shenjën e fundit të kiametit, e që është zjarri që del nga Jemeni dhe të bën njerëzit në vend tubimin e tyre.
Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke diskutuar dhe duke shtjelluar shenjat e fundit të kiametit, para se Allah Azza wa Jall ta shkatërrojë këtë gjithësi. Dhe shenja e fundit, të cilën do ta elaborojmë dhe me të përmbyllen shenjat e kiametit, është zjarri i cili del nga Jemeni dhe i tubon njerëzit në vend tubimin e tyre, dhe këtë kemi marrë nga hadithi bazë i shenjave të kiametit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shenjën e fundit e përmend zjarrin i cili del nga Jemeni. Andaj kemi disa çështje të cilat duhet të diskutojmë sa i përket zjarrit. E para, pra vërtetësia se ku do dal ky zjarr. Sepse transmetimet janë të ndryshme. Një prej transmetimeve kryesore është nga Jemeni, siç e cekëm edhe më herët. Nga pjesa më e ulët e Adenit. Kurse transmetimet e tjera thonë se do dal nga deti i Hadramautit, i cili është po ashtu në Yemen. Nga hadithet që sqarojnë këtë mund të përmendim hadithin transmetuar nga Hudhaifa ibn Usaid, ku përmend shenjat e kiametit dhe në fund thot, prej shenjave pra një zjarr nga Jemeni që do t'i dyn njerëzit drejt vendit të ringjalljes së tyre. Në një transmetim tjetër thuhet një zjarr që do dal nga pjesa më e ulët e Adenit. Gjithashtu prej transmetimeve të tjera është nga Ibn Omeri radhiyallahu anhuma, i cili thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam do dal një zjarr nga Hadramauti ose nga deti i Hadramautit para se të bëhet kiameti, dhe ky zjarr do t'i dyn, pra do t'i bëjë njerëzit në vend tubimin e tyre. Gjithashtu e kemi edhe një transmetim tjetër nga Enesi radhiyallahu anhu, ku thot kur Abdullah ibn Selami pranoi Islamin, e pyeti të dërguarin sallallahu alaihi wasallam disa pyetje, ndër të tjera ishte cila shenja e parë e kiametit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se shenja e parë është pra zjarri që do dal nga një vend dhe do t'i dyn njerëzit nga lindja në perëndim. Dhe këtu kemi një kundërshtim në mes të haditheve të nderuar vëllezër, dhe këtu dietarët islam, pjesa e tyre dërmuese kanë thënë se ka bashkim të haditheve, dhe se prej shenjave të fundit të kiametit pra do të jetë një zjarr që del nga Jemeni dhe do të bëjë njerëzit në vend tubimin e tyre. Dhe bashkimi i këtyre pra është se nëse nisemi nga fakti që pas kësaj shenje nuk do të ketë me asgjë nga çështjet e dunjas. Pra shenja e fundit e cila do të ndodhë, që është zjarri, pas kësaj më nuk do të ketë ndodhi të tjera në jetën e kësaj bote. Kurse zjarri përmendur në hadith është një zjarr tjetër me qëllim tjetër, pra që ka ndodhur më herët dhe se kanë evoluar gjërat e tjera dhe kanë ndodhur gjërat e tjera, kurse zjarri përmendur i cili do t'i të bëjë njerëzit, pra më pastaj nuk do të ketë veprime të tjera, të cilat do të ndodhen, përveç kiametit, shkatërimit të kësaj bote. Andaj, ajo çka është e saktë se ky zjarr i përmendur në hadithe është pra prej shenjave të fundit të kiametit. Gjithashtu të nderuar vëllezër besimtar, është e rëndësishme të dimë se saktësisht ku do të jetë vendi i tubimit të njerëzve. Siç ka ardhur në transmetime të vërteta, vendi i tubimeve të njerëzve do të jetë pra në Levant ose në vendet e Shamit. Dhe nuk është patjetër që të jetë në Yemen pasi që do dalë ky zjarr. Për këtë arsye kemi transmetimin e Behz ibn Hakim, ku thot ky nga babai i tij, ky nga gjyshi i tij, se ka thënë kam dëgjuar të dërguarin sallallahu alaihi wasallam të thot, ju do të dyndeni duke ecur në këmbë dhe mbi kafshë mjete dhe do të tërhiqeni në këtë drejtim duke bërë me dorë nga Levanti, pra nga vendet e Shamit. Gjithashtu hadithi përcjellur nga Abu Dharr radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Levanti ose Shami është toka e dyndjes dhe e shpërndarjes së njerëzve. Thot Ibn Hajeri, përmendet se Ibn Abasi radhiyallahu anhuma ka thënë kush dyshon se dyndja e njerëzve do të jetë pra në Sham, në Levant, atëherë
le të filloj, le ta lexoj fillimin e surës El Hashr. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve, a dit njerëzit do të nxirren për ku than ata? Tha për në tokën e dyndjes, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkaku pse është për qëllim shame, sepse në këtë periudhë të fundit do të ndodhin lëvizje të rëndësishme politike dhe gjeografike dhe ushtarake pra në këto vende. Andaj edhe transmetimet kanë ardhur se ky vend Tubim do të jetë në mesin pra në vendet e Shamit. Dhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë është lutur, o Allah ruaj dhe bekoje Shamin, Levantin ton apo Shamin ton. Dhe kanë ardhur hadithe të ndryshme, të cilat flasin për vlerën e Shamit, flasin dhe për periudhën e fundit që do të ndodhë, do të ketë luftra dhe do të ketë pra lëvizje të ndryshme në këto vende. Dhe për shenjave të cilat i kemi përmendur më herët, pra të nderuar vëllezër, do të ndodhen zbritja e Isis alayhis salam në Palestinë, dalja e Dejjallit, gjithashtu Imam Mehdiu, gjithashtu edhe pra dalja e Xhuxhve dhe me Xhuxhve, pra do të ndodhen në këto vende. Andaj ndërlidhen pra shenjat e mëdha të Kiametit më shumë ndërlidhen me vendet e Shamit, pikërisht me Palestinën dhe me vendet e tjera. Gjithashtu prej gjërave të rëndësishme që duhet të cekim është edhe koha kur do të ndodhë kjo dyndja apo ky vend Tubim. Dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme pra se kur do të ndodhë, dhe disa prej tyre kanë thënë se do të ndodhë pasi që Allahu ta shkatërroj botën, dhe ka mendim prej dietarëve, kurse mendimi shumicës e dietarëve është se para se ta shkatërroj Allah azza wa jall këtë dynja. Pra do të ndodhë vend Tubimi, pastaj Allah azza wa jall do ta shkatërroj këtë dynja, dhe kjo është mendimi i shumicës e dietarëve islam. Sipas transmetimeve të cilat i kanë tubuar dietarët islam, pra vërteton se ky zjarr do dalë para se Allah azza wa jall ta shkatërroj këtë gjësi dhe këtë dynja. Gjithashtu, të nderuar vëllezër besimtar, transmetohet në një hadith tjetër nga Ibn Abbas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit një ditë për të na dhënë një këshill dhe tha: O njerëz, ju do të dyndeni tek Allahu subhanahu wa taala, të zbathur, të zhveshur dhe të pabërë sunet, ashtu siç e filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë. Ky është premtimi ynë. Ne do të bëjmë këtë me të vërtetë siç tha Allah azza wa jall pra në surën Anbiya. Dhe kjo është për qëllim pra pasi që të shkatërrohet kjo dynja dhe njerëzit do të rinjallën prej varrave, Allah azza wa jall do të bëjë një vend Tubim të tyre. Kurse zjarri që do dalë nga Jemeni është diçka komplet tjetër, pra që do ndodh para shkatërrimit të kësaj dynjaje. Për këtë arsye të nderuar vëllezër besimtar, thot Ibn Rajab, sa i përket njerëzve më të këqij të tokës, në fund të jetës në botë do dalë një zjarr që do t'i dynd ata me forcë drejt Shamit, derisa të grumbullohen të gjithë atje, pastaj do të ndodh Kiameti. Dhe kështu përfundon edhe shenja e fundit e Kiametit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Pastaj Allah azza wa jall urdhëron pra Israfilin që të fryjë surit, do të shkatërrohet çdo gjë në tokë dhe në qiell, dhe do të mbetet vetëm Allahu azza wa jall, e pastaj vazhdohet me procedurat e tjera që i ka parapar Allahu subhanahu wa taala, me ringjalljen e njerëzve, mahsherin, tubimin e njerëzve, fillimin e llogarisë, ndërmjetësimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, peshorën, mizanin, kalimi i urës së Siratit dhe hyrja në xhenet dhe në xhehenam, pra varësisht prej veprave që i kanë bërë njerëzit në jetën e kësaj bote, dhe kështu përfundon pra procedura kohore në mesin e njerëzve. Andaj kjo është kronologjia e cila do të ndodh, dhe kështu të nderuar vëllezër edhe përfundon hadithi Xhibrilit. Xhibrili me përfundimin e shenjave të Kiametit, ku pejgamberi sa më dha vetëm disa prej shenjave të cilat i kemi cekur më herët, ku tha se pra robresha do ta linë zotëriun e saj, dhe kështu pra ne e zgjeruam çështjen e shenjave të Kiametit me hadithe të tjera, duke komentuar. Të nderuar vëllezër, në fund qëndroi edhe për një periudhë Xhibrili, pastaj
u larguan nga mezhlisi i pyetjeve që i bëri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për islamin, për imanin, për ihsanin dhe për shenjat e kiametit. Thumma intalaqa falabithtu maliya. Thot Omer radiallahu anhu, pastaj ai eci e unë qëndrova. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Ja Omar, atadri man as-sa'il?" Omer, a din cili ishte ky pyet që më pyeti gjitha këto pyetje? Tha: Allahu wa rasuluhu a'lam. Tha Allah dhe i dërguar i tij e din më së miri. Fa hadha Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Ose në transmetim tjetër, hadha Jibrilu atakum yuallimukum umura dinikum. Ky është Jibrili. Erdhi që t'ua mësoj çështjet bazike të fesë tuaj. Pra, të gjitha këto pyetje që i bëri, o Omer, ky nuk ishte një person i thjesht, por ishte Jibrili, melaçe prej melaçeve të Allahut azza wa jall, erdhi që përmes këtyre pyetjeve ju t'i mësoni gjërat dhe t'u mësoj çështjet bazike të fesë tuaj. Dhe me këtë edhe përfundon ngjarja me Jibrilin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, të gjitha të cilat e kemi thënë deri më tash, jemi munduar që të sqarojmë në mënyrë të hollësishme, në mënyrë që ta kuptoni qartë hadithin e Jibrilit, në mënyrë që ta kuptoni qartë islamin, ta kuptoni qartë çështjet që ndërlidhen me imanin dhe kushtet e tij, të kuptoni qartë bot kuptimin e ihsanit, të kuptoni qartë shenjat e kiametit. Andaj e lusë Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që çdo gjë të cilën neve e kemi pasur të sakt në elaborimin ton, e lusim Allahun azza wa jall që të na shpërblej. Dhe çdo gjë të cilën neve e kemi gabuar në elaborimin ton, kjo është prej neglizhencës ton dhe shejtanit. E lusë Allahun azza wa jall që të na falë, të na përmirësoj dhe të na shtoj dijen e dobishme. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të kemi përfituar nga hadithi i Jibrilit. E lusë Allahun azza wa jall që ta kuptoj mirë dhe drejt islamin, imanin dhe çështjet e tjera të rëndësishme që ndërlidhen me këtë fe. Në mënyrë që ibadetet tona t'i praktikojmë në mënyrën më të plotësuar dhe më perfekte. Në mënyrë që Allah azza wa jall veprat tona t'i pranoj në mënyrë të plotë. E që përmes tyre ta fitojmë jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër. E lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na bëj këtë vepër të cilën e kemi shfaqur para jush, si dije dhe ju si dëgjues, argument në ditën kur do dalim para tij. Neve si ligjerim e juve si ndëgjim. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që çdo person i cili ka marrë pjesë në dëgjimin e këtyre ligjeratave dhe kësaj serie që ndërlidhet me hadithin e Jibrilit, Allahu azza wa jall t'i jap argument ditën e gjykimit dhe të ndërmjetësoj që Allahu ta fusë në xhenetet e tij. E lusim Zotin fuqiplot që çdo person që ka dëgjuar këtë ligjerat me sinqeritet të plot për të përfituar, e lusë Allahun azza wa jall që t'i jap bereqet, t'i jap shëndet në jetën e tij. E lusë Allahun azza wa jall që në qoftë se ka prej familjarëve të pallëzuar, Allahu ta udhëzoj. Në qoftë se ai ka borxhe, Allahu nga borxhet ta liroj. Dhe mbi gjitha, siç ishim takuar çdo javë në këto trajtime të hadithit Jibrilit, Allahu nesër, në një ditë kur kemi nevojë, në një ditë kur duhet të shijojmë të mira dhe bukuritë e Zotit, Allahu në Xhennetul Firdaus të gjithë bashku të na takoj, me kaq edhe e përfundojmë serinë tonë të ligjëratave pra më trego për Islamin, duke lutur Allahun që Allahu të na jap shëndet dhe bereqet në ligjëratat dhe në takimet tona tjera vijuese. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.